të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë konferencë për shtyp, ku do të flasim për këto që po ndodhin tash së fundi në skenën politike në Kosovë, veçanërisht në zgjedhjet e qeverisë ka shifre çështjeve. Kemi pa që Hashim Thaçi nga pozita e tij si kryeministri i Kosovës, tashmë po shqihet qartë që ka vendosur të hyjë negociatave për veriun e Kosovës në këto negociata me Serbinë, të cilat ai po i do edhe po i mbron shumë. Këto negociata nuk po bëhen tash të ndryshme për shkak se ka filluar të quhen politike, për shkak se ne gjithë jemi të vetëdijshëm që ato kanë qenë negociata politike, çysh pse kanë filluar. Këto negociata tash janë të ndryshme për shkak të ndryshimit të agjendës. Për to, pra tash në këto negociata do të flitet për veriun e Kosovës, pra do të flitet për ose do të thellohet diskutimi me Serbinë dhe pajtimi me Serbinë për rregullimin e brendshëm territorial dhe institucional të Kosovës. Ky natyrisht është një rrugtim shumë i gjatë dhe i përshpejtuar në këto negociata, prej se kanë filluar ato në fillim të këtij viti. Pra nga intervenimi në veri me 25 korrik, intervenim ky që kryeministri publikon të atë botë si fillim i shtrirjes së sovranitetit institucional të Kosovës në të territorin e vet, e deri të zbrapsja e qeverisë nga veriu dhe tash gatishmëria e qeverisë për ta filluar negocimin me Serbinë për këtë pjesë. Kryeministri Hashim Thaçi po dërgon mesazhe të përditshme për gatishmërinë e tij dhe interesimin për të takuar me kryetarin e Serbisë Boris Tadićin. Pasi që po bëhet gjithnjë më i papërdorshëm si politikan për faktorin ndërkombëtar, ai po e ul vlerën e Kosovës, të cilën edhe ashtu e ka futur në pazar me Serbinë tash në kohë. Thaçi po i përcasin aferat nga të gjitha anët dhe ai është zotuar që ta shes për të kënd Kekun, Treçën, si të nënshkruaj edhe një kontratë 100 milionësh për asfalt me shufishimin e çmimit të tregut. Pra kryeministri Thaçi po e zbret vlerën e shtetit të Kosovës në mënyrë që të ndjetojë vetë në pushtet, pa që të ndjetojë vetë në politikë. Kryeministri Hashim Thaçi nuk ka kur ta trysnie nga kontore që të takohet me kryetarin e Serbisë Boris Tadić. Vetë kryeministri po bën trysni që të takohet me Tadićin, duke e përsëritur shumë herë këtë kërkesë të tij për të takuar me Tadićin, ai po e shndron kërkesën në lutje. Thaçi po ju lutet ndërkombëtarëve, ai po ju lutet edhe Brukselit edhe Washingtonit që të kërkojnë prej tij të takohet me Tadićin. Pra që del një lloj trysnie publike nga ndërkombëtarët në mënyrë që të organizojmë takimin me Tadićin, të cilin vetë po e do. Pra kryeministri Thaçi është vrapsur nga veriu dhe tash po i lutet Boris Tadićit për takim. Më pa dinjitetshëm se kaq nuk ka se ku të shkojë. Në një intervistë që Thaçi ka dhënë gazetës Danas të Beogradit, e cila është publikuar dje ose pa dje në këtë gazetë, ai kishte deklaruar se, po citoj, nëse me dialog politik nënkuptohet gatishmëria e liderëve të dyja vendeve të pavarura që të fillojnë në mënyrë të suksesshme kapitullin e paqes dhe mirëkuptimit të ndërsjellë, atëherë edhe sot po konfirmoj gatishmërinë time të plotë për këtë dialog. Por nuk e di se për cilin aspekt të politikës të Tadićit Thaçi e ka këtë mirëkuptim, mirë po natyrisht se çfarë do mirëkuptimi që Thaçi mund ta ketë për politikën e Tadićit, meqenëse se ky vazhdon të jetë kryeministri i Kosovës, do të jetë një mirëkuptim i cili ka gjasa të sjellë shumë të në rreziqe e Kosovës. Kjo çullësi e kryeministrit karshi Serbisë po përkthehet pastaj në egërthitë të njëjtit karshi kundërshtimeve të brendshme. Sot Hashim Thaçi shumë më shumë është i preokupuar me luftimin e kundërshtimit ndaj këtyre negociatave të tija, sesa që përqendrohet në luftimin e Serbisë brenda Kosovës. Pra, ai e lufton vetëm lëvizjen dhe vendosje dhe problemin e ka vetëm me ne. Meqenëse lëvizja dhe vendosje është subjekti vetëm politik, i cili aktivisht e kundërshton këtë proces politik, veçanërisht negocimin në Serbinë dhe kompromisin ndaj saj, Hashim Thaçi ka përshëndruar krejt aftësinë e tij luftuese drejt neve. Sepse Hashim Thaçi sot është më i pafuqishëm se kur politikisht. Pra kjo po shihet dhe për ta sanuar këtë pafuqi politike, natyrisht ai ka vendosur që të sulmojë të tjerët të cilët nuk i kanë në kontroll. Heqja e imunitetit të deputetëve përmes vendimit të gjykatës kushtetuese është një formë që shkon në vijë me këtë trysni të Hashim Thaçit. Kjo është një heqje e imunitetit para qeverisë dhe jo para gjykatave. Imunitet ka shi gjykatave dhe krimeve edhe ashtu deputetët nuk kanë pasur. Gjyqësia në Kosovë realisht ka kolapsuar dhe deputetët sot bëhen të pafuqishëm ka shi makinacioneve qeveritare dhe jo drejtësisë së gjykatave. E tërë kjo bëhet për ta siguruar pa një lloj uniteti për dialogun politik, unitet kryet domosdoshëm për Thaçin i cili është jo legjitim për këtë dialog. Marrëveshja me Serbinë, që Hashim Thaçi po e quan historike, do të jetë marrëveshje shumë e dëmshme për Kosovën dhe shqiptarët. Thaçi është i vetëdijshëm për këtë,
Prandaj po lufton që ta krijojë një mjedis i cili do të jetë i favorshëm për të, që të paktën pas kësaj marrëveshje ai të sigurojë vetes edhe një jetë së të shkurtër në politikë në mënyrë që të mbledh edhe ato pak të mira ose të uzurpoj të vjedhë ato pak të mira që i kanë mbetur Kosovës përmes qëndrimit të tij si kryeministri i Kosovës. Tash po ja kaloj fjalën deputetit Lëvizjes Vendosje Afrimotit, që po ashtu që flas pak në lidhje me këtë temë. Pastaj i kam edhe disa fjalë për të thënë në mënyrë që pastaj ta hapim këtë konferencë për shtypje për pyetjet e juve. Faleminderit disa, përshëndetje të gjithë, shumicën e gjërave i tha, po edhe unë po ndërlidhem konkretisht lidhur me këtë se çka është duke bërë kryeministri dhe pushteti aktual në qeverinë e Kosovës, pushtetit politik të Hashim Thaqit po i lëkundën themelët për shkak të nënshtrimit ndaj Serbisë, dorëzimit para strukturave kriminale, hetimeve ndaj korrupsionit dhe përçarjeve të brendshme, e vetmja përpjekje që po bën ky pushtet është që ta sulmojë lëvizjen e vendosje, forcën e vetme politike, prej të cilës pushteti friksohet më së shumti. Ai e di që forca e tij mund të jetë vetëm dobësia të tjerëve, prandaj nuk zgjedh mjete për të shni, dikujt i ofron para, dikë tjetër e kërcënojnë dhe shantazhojnë. Hashim Thaqi e di se kur t'i vi rradha e kompromiseve, më të mëdha me Serbinë, e vetmja forcë e cila do t'i kundërvihet vendosmërisht është lëvizja dhe vendosje. Prandaj po na ofron me çdo mjet që ka në dorë prej parave drejt e kërcënimet. Por sikur ta luftonte Hashim Thaqi Serbinë sapo e lufton vetëvendosjen, Serbia moti nga kishte njohur, po ti kishte luftuar Thaqi strukturat kriminale të Serbisë në Kosovë, asa e ka përndjekur e përsekutuar vetëvendosjen, këto struktura moti do të ishin shpërbërë. Për ta vërtetuar këtë një mënyrë kemi natyrisht shumë informata prej aktivistëve të lëvizjes vendosje në përqendra të ndryshme që kanë qenë të kontaktuar veçanërisht me një vëllim të shtuar kohëve të fundit nga njerëz të ndryshëm të afërt me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, veçanërisht kryeministit Hashim Thaqi, duke i ofruar atyre privilegje dhe përfitime të mëdha për që sa ta vendosin lëshojnë lëvizjen e vendosje. Madje një kontakt i tillë në disa raste ka dhe deputeti Afrimoti ka paramenduar që ky pushtet në këtë situatë që gjendet Kosova faktikisht merret me deputetë e lëvizjes së vendosje dhe në fakt i telefonon vllaut të Ukshin Hotit, i cili është njihet si teoretik dhe strategu më i mirë politik që kanë pasur shqiptarët në këtë pjesë ku jetojmë në vend se të merret me sanimin e gjendjes në Kosovë dhe me bërjen e Kosovës. Pra, përfundimisht po dëshmohet që ky pushtet në fakt nuk e ka ndërmend që ta përmirësoj Kosovën, por e ka ndërmend që t'i dobësoj të tjerët në mënyrë që ta siguroj dhe përmirësoj pozitën e vet në pushtet. E kjo që situatë natyrisht që na kujton në vitet e kaluara, veçanërisht vitet 2007 dhe 2008, për shkak se Kosova politikisht sot gjendet në ato vite. Do edhe një herë po pritet një marrëveshje e madhe në kurriz të Kosovës në mënyrë që të lëshohet edhe më shumë pesë Serbisë ka shi aspiratëve të saj ndaj Kosovës, edhe në këtë drejtim sikur në vitin 2007 Hashim Thaqi, i cili edhe atëherë ishte një nga protagonistët kryesorë në atë marrëveshje, që u korruzuan në planet të saj, edhe sot i ka mobilizuar të gjitha mekanizmat e vetë që partia, veçanërisht ata agenturor, në mënyrë që ta luftojë lëvizjen e vendosje si të vetëm kundërshtar ka shi kësaj marrëveshje. Për ato që i përmenda më herë. Natyrisht Hashim Thaqi është njeriu i vetëm në Kosovë sot që njihet politik, i cili mund ta nënshkruajë një marrëveshje të tillë të dëshme për Kosovën, për shkak se është politikani më i korruptuar dhe rrjedhimisht më i shantazhuar. Dhe në këtë mënyrë është vetëm ai i cili do ta pranonte një pozicion të tillë për veten në mënyrë që ta shpëtojë veten në pushtet. Po ja kaloj tash natyrisht fjalën juve në mënyrë që të përgjigjeni pyetjeve që mund t'i keni për këto që i tham. Nëse mund nisëm nga kjo pjesa fundit, atë që ka pas një telefonat, mund është më nashërën nga këtë që ka ju ka pëndu, në kanë flasë në përgjime që mi kanë kanë. Telefonata, s'ka pas vetëm ne, ka pas shumë telefonata të lidhur me këtë, më duket kompromituesi me folë më tepër, Visari e tregoi, e sqaroi shumë mirë qëndrimin dhe vizionin e lëvizjes së vendosje dhe pozicionimin tim në këtë subjekt politik. Do të thotë, unë konsideroj që një pjesë e filozofisë së Ukshin Hotit si strateg dhe intelektual i kombit është
duke e zbatuar vetëm lëvizja dhe vendosi. Prandaj, unë kam qenë pjesë e strukturave të lëvizjes popullore të Kosovës në vitet të një mbrapa, dhe thotë vazhdimisht, kam vepru, s'mund ta mohoj mos veprimin bashkë me shokët e mi, të cilët sot janë pjesë e partive të ndryshme, po më shumë dhe partive demokratike, kështu që ofertat janë bërë vetëm prej Hashimit, po janë bërë edhe prej shumë deputetëve të tjerë, nuk janë të rralla, po shumë të shpeshtë, këto që ndodhin. Po thjesht prezenca ime këtu është për këtë që e spjegova. Dhe thotë, shtetbërja unë konsideroj se është duke bë vetëvendosje, duke munduar të bëjë, kuptohet. Këta tjerë po shihet ku e çka kanë bërë dhe si u bëjnë. Unë konsideroj se pazaret e ulta morale nuk duhet të qenë pesh. Do sa më shtu shkurtimisht, më falë, më thonë kjo sjellje e qeverisë, edhe ky pozicionim i veçanërisht të kryeministit Hashim Thaçi ka shi ne si kundërshtues, por ka shi të gjithë kundërshtarëve këtu në Kosovë nga politika e tij tregon për mendimin që janë dy aspekte shumë të rëndësishme që duhet t'i dimë për këtë si politikan për edhe si mendësi politike. Që në njërin anë kjo mendësi politike nuk është as pak e preokupuar me atë se si bëhet Kosova shtet dhe si ndërtohet Kosova si shtet, e që ne e dimë që sot çështja më e rëndësishme për këtë shtetbërje është luftimi strukturave paralele, por në anën tjetër është shumë i preokupuar me atë se kush po ja kundërshton atij politikën, edhe pse edhe ai tash është i vetëdijshëm që politika e tij dhe ky kurs politik do ta dërgojë Kosovën në një më thonë përkeqësim të vazhdueshëm të gjendjes për pozicionin politik që mund ta ketë në të ardhmen si shtet. Dhe aspekti tjetër që është përpas është se kjo politikë dhe kjo mendësi politike në fakt është e gatshme që të bëjë çdo gjë në mënyrë që kur e ndin vetën në panik që ta nxjerr ose ta parandaloj shpatallimin e vet dhe natyrisht rënien e vet nga pushteti. Pra me këtë Hashim Thaçi po tregon që është i gatshëm të bëjë çdo gjë, të ofrojë parë, të cilat para natyrisht nuk i ka vetat, por i ka vjedhur popull, edhe të ofrojë privilegje të ndryshme për njerëzit, vetëm që atij pak të përforcohet pozicioni. Për shkak se sot koncepti politik që ai përfaqëson nuk mobilizon asnjë njerëz. Pra sot Hashim Thaçi dhe politika e tij, mendësia e tij politike, koncepti i tij politik mund të mobilizojë njerëz vetëm duke i blerë ata. Dhe po shihet që oferta e vetme që ata e kanë për shtetat e Kosovës, individualisht po flas, është që t'u japin më shumë para dhe më shumë privilegje. Po nuk mund të prantojnë kur ka përfitimi kolektiv politik. Dhe një kryeminist i cili nuk mund të ofrojë për shtetat kur ka përfitimi kolektiv, po vetëm përfitime individuale që ta forcojë pozitën e vet, nuk mund ta shuajë vetën dhe nuk mund të jetë kryeministri i Kosovës. Shkak se kryeministri nuk kupton, është post i cili e nuk kupton luftën dhe qenien e tij politike, po edhe fizike, ta vendos për të mirën e përgjithshme. Ndërkohë që Hashim Thaçi është kjo plotësisht e kundërt, është e kthyer kokë poshtë. Po e mira e përgjithshme ai e ka uzurpuar dhe po e vendos për shërbime të veta personale. Uroni që në fakt. Thjeshtë kur ju kanë kontaktuar për herën e fundit, cila ka qenë përgjigjja juaj për ata, mirë që ta kontekstualizojë pak me se shumë pak. Nuk e di më fund. Pak teknikalitet aty. Për herën e fundit na kontaktojnë edhe në kuvend me kolegë, po është problemi që përgjigjja ime është kjo që thash më herët, dhe pajtohem plotësisht me kolegun tim Isaj Meri, nuk kam çka të shtoj më tepër, se vizioni im është aty ku jam. Jo të bëhen pazaret, por thjesht të bëjmë një shtet funksional, për cilin do të luftojmë dhe ta ketë shoqëria jonë një vend të merituar në Evropë. Tu konsideroj. Nëse mund të më shpjegoj çfarë efekte keni pasur nga kush, apo ndin rrezikun e vendosjes së doktorit, sa mund të punojmë nga oferta të ndaj me kryeministrin. E cili është qëllimi i spacios, pa do të thëjë vetëm vendosje. Po, qëllimi është adopcioni i lëvizjeve vendosje për shkak se lëvizja vendosje e vetmja forcë politike është që ndryshon nga partitë tjera. Me vizionin e saj të udhëheqjes, prandaj na nuk konsiderojmë që ka ndonjë rreziku këtu për blerjes ose ofertave që ofrohen deputetëve. Unë konsideroj që është normale kjo, jo për shkak të demokracisë, por për shkak se në shoqërinë tonë konsideroj që është tek normale pazaret të cilat tentojnë të bëjnë moralisht të ulta.
Mund të lidhë në pjesën e dytë pyetjes tuaj, nuk është çështje apo ndim lëvizjet vendosje rrezikun apo jo. Arsyeja pse ne kemi thjesht këtë konferencë për shtyp është në mënyrë që të informojmë qytetarët për mënyrën se si vepron ai që e thot vetes kryeministrit të gjithë. Pra ai që i përdor parat publike në mënyrë që të përfitojë personalisht. Ju e keni parë që më thon ka pasur kërcënime të ndryshme madje edhe publike karshi lëvizjes vendosje, të cilat kanë ndodhur në kuvend qoftë jashtë kuvendit, dhe natyrisht që kjo që e thamë ne, do të thonë, i jep kuptimsi politike këtyre kërcënimeve, pra që qytetarët ta kenë ta lexojnë se çka po thot ministri apo deputeti i caktuar i partisë në pushtet. Pra ju keni pasur se Bajram Rexhepi publikisht ka kërcënuar deputetët e lëvizjes vendosje të nesërmen pas shpalljes së vendimit të gjykatës kushtetuese se tash do ta arrestojnë Bjaukun e Libunin për shkak të pjesëmarrjes tyre në protesta dhe aksione dhe këtë kërcënim publikisht ka bërë për të gjithë deputetët e lëvizjes vendosje, ndërkohë që në anën tjetër keni qenë të pranishëm ose keni mund ta dëgjoni pashtu edhe deputetë ndryshëm të PDK-s, veçanërisht këtu ka fjalën për Shajt Munin në kuvend më herët kur i thoshte Hashim Thaçi kryeministër i jep javën e hidrocentral Florinit në mënyrë që janë mbyllur. Do thonë këto janë simbole edhe sinjale se si funksionojnë ta si subjekt politik dhe metodat që këta i përdorin në mënyrë që të dobësojnë të tjerët dhe kështu për ta forcuar vetë. Shka se thashë më herët sot PDK-ja nuk ka shans, veçanërisht kryesia për ata që janë të ardhur me Hashim Thaçin, e kanë kuptuar se nuk kanë shans që të forcohen duke mobilizuar njerëz të rinj. Pra dhe janë mënyrë se si ata do të ndesin të fortë në skenën politike në Kosovë është duke tentuar të dobësojnë të tjerët dhe për këtë ata nuk zgjedhin mjetë. Dhe kjo që e treguam ne sa, do të thonë tregon që ata janë të gatshëm që të përdorin gjitha mjetet në mënyrë që të arrijnë këtë qëllim. Ja, mund të thonë kush Për tash Bajram Rexhepi Shajt Muja. Bajram Rexhepi Shajt Muja po do të voti pra. Konkrete e fundit ka qenë nga Rami Zbadrosi. S'ka dhënë pozita, po ka dhënë me bisedu, unë nuk e kam planuar. Vazhdimsinë e bisedës. Në vallë se kontaktet, kështu që i kam dhënë, jam përgjigjur që kam orientimin tim të udhëm dhe nuk vlejnë ofertat e tjera. Nëse mundem prapë në këtë çështje veri, o shtanë se tash janë me hakim në sipër për përfundim një toni tjetër për çështjen e veri. Në bashkëpunim me Kuorin dhe Uleksin. A besoni vërtet se do të kemi një aksion të ri apo thjesht të vazhdojmë me këtë avazën e vjetër? Hashim Thaçi ka treguar shumë qartë. Ka thënë nuk ka më kthim prapë në veri. Dhe kjo mënyrë se si është interpretuar në media që fjali po e ka dy kuptime, po ky kuptimi është i vërtetë, do të thonë është një lloj shpërfaqje simptomatike të vërtetës nga Hashim Thaçi pa dashje. Nuk e ka ndërmend në moment dërgu policinë atje, edhe ai ka deklaruar shumë qartë që tash e tutje me veriun do të merren Kuori dhe Uleksi, ndërkohë që për çdo ditë më shumë po i shton kërkesa që të takohet me tradicionin dhe të fillojë dialogun politik. Pra kjo tregon që Hashim Thaçi zgjidhjen e veriut është në bashkëpunim me Serbinë, duke lëshuar brenda e Serbisë dhe duke i bërë kompromis të Serbisë. I kemi dëgjuar edhe qeveritarët tjerë disa herë thonë që sa i përket struktura paralele të Serbisë, ato duhet të jetë Serbia jo ne, por këta thjesht kërkojnë nga Serbia që ajo ta pranojë dialogun politik në mënyrë që ta arrijnë një lloj marrëveshje për sa i përket veriut. Kjo tregon që Hashim Thaçi ka hequr dorë nga dërgimi i shtetit të Kosovës në pjesën veriore të Kosovës dhe për çdo ditë më shumë po e pranon që ta bind shtetin e Serbisë, të tentoj ta bind shtetin e Serbisë që atë që na ka futur në trup si Kosovë ta bëjë më të lehtë dhe më pak të përgjithshme. Pra, në një mënyrë Serbia me strukturat e veta paralele, veçanërisht në pjesën veriore, dhe në pjesë tjetër të Kosovës ato janë aktive, se nuk janë vetëm në veri, është si një lloj frike që është futur në trupin e Kosovës dhe kjo frikë natyrisht është lënduese. Çfarë po bën qeveria e Kosovës, në vend se ta nxjerrë frikën nga trupi në mënyrë që të shërohemi plotësisht, ajo po përdor medikamente të ndryshme që mos ta lejoj si të mastul kurën që të skuqet dhe të zgjerohet ky infeksion i kurës edhe në vend tjera, pra në vend se të intervenoj ndaj strukturat paralele në Serbi, po i tërgon policët me helikopter her pas here në pika doganore, vetëm në mënyrë që në zonat periferike të vendos të mashtru medikamente në mënyrë që këtë smundje ta bëjmë më pak të
Po natyrisht se fi kanë trup për herë shtatën. Atër nëse s'kemi pyetje tjera, falenderit që gjatë kohën për këtë konferencë për shtetë shihemin në të ashme të falenderit.